Miq Prizmës, sot duhet të hap gjithë diskursin tim ose opinionin tim me ngjarjet në Iran. Sigurisht që Irani sot është një nga teokracitë më të mëdha të botës. Irani sot është furnizuesi më i madh i një pjese të terrorizmit ndërkombëtar, atij që quajnë terrorizëm islamik, po terrorizmi në përgjithësi është terrorizëm edhe sado që ti vendosësh kështu emra mbi emra religionare ai mbetet terrorizëm. Kështu që në këtë pikë unë nuk kam asnjë lloj mendimi që janë të besimit islam, bie fjala me konceptin e zbatimit, thjesht kanë përkatësinë e tyre fetare, po s'mund të jenë në islam kurrë. As Hamasi, as Hezbollah, as organizata të tilla terroriste të cilët sigurisht marrin përsipër të vrasin njerëz, të bëjnë akte terroriste. Ashtu si kundër, unë jam me asnjë lloj terrorizmi shtetëror, qoftë nuk e di hebre, qoftë katolik, qoftë nuk e di besimit tjera. Por Irani ka marrë përsipër sepse sigurisht është furnizuesi më i madh i tyre, njëkohësisht është mbytësi, është shkatërruesi i shoqërisë iraniane. Një shoqëri absolutisht që nuk e meriton. Dhe regjimi i ajetollahëve është kthyer në një nga teokracitë, diktatura më të mëdha të botës. Ato protesta janë të jashtëzakonshme, të dhënat janë për 500 vdekur, midis tyre dhe shumë fëmijë, 10.000 të arrestuar, midis tyre dhe shumë fëmijë dhe gra. Nuk e di sa mund t'i besojmë, aty ka ndalur edhe interneti, pavarësisht se në periferitë e Iranit funksionon akoma dhe nuk mund ta ndalin në mënyrë kështu 100%. Ka akoma dhe mjete satelitore të cilët mund ta përdorin akoma internetin. Është represioni i jashtëzakonshëm, por njëkohësisht është edhe një qendresë e jashtëzakonshme e popullit iranian. Normalisht që kërkesa për të pasur një shtet më të mirë, një shtet i cili zbaton në një farë mënyre ligjësinë e të drejtave që konsiderohen njeriut, por që nuk përmbyllen nëpër ato pjesë të diktaturave, autokracive dhe tiranokracive ose teokracive, të cilët shohin sipër një plak i cili pastaj do që të sunojë gjithë botën. Është zakon i jashtëzakonshëm kjo. Dhe normalisht konfliktet e mëdha të luftës, konfliktet midis vendeve aty në Gjirin Persik, konfliktet që ka Irani me Arabinë Saudite dhe disa vende komshije që ka, në një farë mënyre bazimi vetëm ke marrëdhëniet që ka me Rusinë ose me Kinën, në një farë mënyre kontradiktat e jashtëzakonshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të Izraelit në anën tjetër, dhe kërkesa për liri për Iranin e madh të dikurshëm, krenarin perse të dikurshëm, e bëjnë pastaj teokracinë e ajetollahëve në Teheran të papranueshëm. Për më tepër represioni dhe shtypja. Janë giganteske protestat, të vrarët po ashtu dhe sigurisht që ai regjim po e tepron. Po e tepron se po vazhdon e vret popullin e vet. Në këtë pikë ai regjim ka përfunduar se ekzistuari në mënyrë normale. Ai mund të vazhdojnë të jetojnë, po do jetojnë vetëm duke shkelur dhe duke bërë gjak popullin e tij, shoqërinë iraniane. Derisa t'i vi fundi, se është e sigurt që do t'i vi fundi. Por nuk e di, mbase kanë mend prapë të bëjnë gjak, por nuk ka për të ndalur kurrë kërkesa për liri e iranianëve. Normalisht regjimi është akoma i fuqishëm, normalisht ka armë, normalisht mund vrasë edhe popullin e vet, por kjo nuk do ta bëjë kurrë më të fortët, ka për ta bërë gjithmonë përditje më të dobët. Dhe gjithmonë iranianët përdit në kërkesën e tyre për të jetuar të lirë, normal, të një shteti i cili kulturalisht është nga më të zhvilluarit, jo vetëm në atë zonë, por në gjithë botën. Me një traditë kulturore fantastike. Është vendi i Rumit, është vendi i Persëve, është vendi i Xerxit, është vendi i Kirit, është vendi i shumë filozofëve të jashtëzakonshëm që fillojnë nga lashtësia dhe përfundojnë edhe në kohën e një islami fantastik që ka Irani edhe njëkohësisht një besimi fantastik që ka ai. Dakord, miqtemi, kaq kisha për. Dhe tash mund të vazhdoj me tjetrën, e cila është pyetje.
Ora çfarë dallimi kanë këta që shkojnë në SPAK të Partisë Demokratike nga ata të Partisë Socialiste? Ja për shembull pasha të Benit Kılliçin duke shkuar. Shoh edhe Sali Berishën, shoh edhe Fatmir Mediun, ose për shembull Ilir Metën në Burg. Që dallimi kanë prej Belinda Ballukut, dhe fjalë edhe tjerëve që janë nga dhe në i Burg për shembull Ilir Beqin. Përveç se pa drejtësisë na njëri prej tyre për shembull si Fatmir Mediu e Sali Berisha janë jashtë. Që dallimi kanë, haq se për këtë se ka këtu Belind Kılliçi, se thash Balliu, ja futa kot. Kılliçi ka. Po më vjen keq se sheri. Po më vjen keq është eufemizëm, se më vjen keq fare, por unë nuk shkoj deri në atë pikë sa ti jem, në këtë moshë Jakobin dhe ti duhet gjithë në Burg, gjithë në absolutisht ja. Kjo është drejtësia që po formohet këtu. Drejtësia e SPAK-ut që shfrytëzon politikën për të bërë pastaj duke u bazuar ke turmat, të cilat duan vetëm dëshkim, po jo drejtësi. Drejtësia është gjë tjetër, dëshkimi është gjë tjetër. Kur ka mira dosje që nuk janë zgjidhur, dhe drejtësi nuk merr një shoqëri e gjitha. Se kujton se do të zgjidhë gjitha problemet e SPAK-ut. SPAK-u ka një destinacion. Po drejtësinë tjetër, kush i zgjidh problemet e pronave, problemet e familjeve, problemet e punës, kush i zgjidh? Këto kanë mbetur pas zgjidhur, dosjet janë të mbyllur atje, gjithë thonë mjafton që dënosh politikan këtu dhe u zgjidh problemi i drejtësisë në Shqipëri. Këto janë marrëzirat e një shoqërie që është hetur për, nuk po them për gjak, sepse kjo punë ka kaluar që në 97-ën, gati shkuam në luftë civile, edhe për pasuri, po është hetur për ndëshkim. Ndëshkimi nuk jep drejtësi. Ndëshkimi është pasojë e dhënies drejtësi, po jo drejtësi. Drejtësia është gjë tjetër, është që me të vërtetë ajo të veprojë në zbatim të ligjit, jo në kufit e imoralitetit asaj kohe që nuk ndëshkohesh, me amoralitetin e kohës që ndëshkon pa kuptuar, duke mos zbatuar ligj, duke shkelur atë dhe njëkohësisht duke mbajtur treqëregun e njerëzve në paraburgim. Nuk funksionon kështu. Ndërkohë që mbeten shumë në shoqëri më poshtë që s'marrin drejtësi kurrë. Pyetja është, çfarë dallimi kanë këta të SPAK-ut, vizituesit e SPAK-ut, Partisë Demokratike dhe të opozitës nga ato të opozitës? Përveç se njëra është në opozitë, tjetri është në pushtet. Çfarë dallimi ka kur shkojnë në SPAK? Çfarë dallimi kanë? Pse u dashkan të trajtohen këta ndryshe nga këta që janë në opozitë? Për çfarë arsye? Janë burra më të mirë këta opozitës? Pse shkojnë ke SPAK-u? Se këta të opozitës nuk janë burra më të mirë. Absolutisht drejtësia nuk është burr ose grua më e mirë për to. Praktikisht këtë e do ta thotë Sali Berisha, ose do ta thonë SPAKistat që bëjnë vizita aty, po asnjë dallim s'kanë. Nëse janë hajna një në anë, hajna edhe në anën tjetër. Po duhen vërtetuar që janë hajna. Dhe duhet mbaroj gjyqi që thuhet me plot gojen, po je një hajn, ose një abuzues me detyrë, ose një maskara me çfarë ke pasur në dorë si politikan. Dakor, miqtë e mi. Në trashëgiminë kulturore, Shkodra ka një vend të jashtëzakonshëm në trevat shqiptare. Shkodra mund të thuhet pa frikë që është një nga vendet, habitatet, sipërfaqet e mëdha, dhe nuk flas vetëm për qytetin e Shkodrës që ka primat për sa i përket trashëgimisë kulturore. Ka primat sepse do ta sqaroj më vonë, është i mbushur me arkeologji, me sjet, antikitet. Por e kam fjalën për gjithë territorin e Shkodrës, po themi qarkun e Shkodrës, gjithë zonën përreth liçenit të Shkodrës, me detin vetëm 30 kilometra në vijë ajrore, 25 kilometra në vijë ajrore me qytetin. Është mbushur me antikitet, dhe këtu po bëj sqarimin, sepse sigurisht afër saj është Drishti, afër saj është Danja, që janë qytetrime, janë jashtëzakonisht rënoja që shtrihen përgjatë rrugës Shkodër-Koplik, dhe fjale Hani Hotit, dhe pa tjetër, po të shkosh pastaj në krahun tjetër është edhe Ulqini, janë edhe shumë pikat të cilat përbëjnë antikitetin përveç kështjellës Shkodrës, më të rrezatueshëm në trevat shqiptare. Ke sipër në Bertoj
një Renault e cila është 2000 sa vjeçare, 2100 vjeçare, derisa të shkosh bie fjala deri ke Burgureci, po që duhet të gjesh edhe Renault e Marshait. E shumë element në Vilës, për shembull, shumë element të tjerë që ka të bëjnë pastaj me qytetrimin e jashtëzakonshëm shkodran dhe habitatit të tij. Vin nga thellësia e antikitetit, vin nga koha e ardianëve, e labeatëve, të një kulture ilire fantastike, që sigurisht rrezatonte nëpërmjet kështjellës së Shkodrës, ashtu është edhe Mesjeta. Me domenet e tyne vin kohën e Balshave, sigurisht se edhe para kësaj kohe ku është edhe 300 vjeçari, 208 vjeçari e sudimit të huaj, në një pjesë të tyre serb, por patjetër është edhe një kohë e cila është e përcaktuar si kohë romaniteti dhe që ka sigurisht edhe ndërtimin e shumë kishave benediktine edhe romanitetit të thekshëm. Pastaj është koha veneciane, pastaj është edhe koha mbas rënies së kështjellës së Shkodrës, edhe koha po themi e sundimit osman, derisa vjen kohën e Pashallekut, i cili bëri ndërtimet më të mëdha dhe ktheu Shkodrën e sotme. Nëse flasim për Shkodrën e sotme, kemi të bëjmë me Pashallekun e Shkodrës. 75 vitet e Pashallekut Bushatlive të Shkodrës formuan kohën e Shkodrës moderne, e cila shtrihet këtu ku është. Ajo ka filluar të shtrihet me një sasi të madhe në mas vitin 1790, dhe sigurisht me krijimin e pazarit pastaj u bë edhe, po të gjitha këto janë veprimtari të Pashallekut të Shkodrës, urave të ndryshme që janë ndërtuar, nuk është puna vetëm e xhamisë Plumit, por edhe të Kirit, edhe urave të ndryshme që kishte Pashalleku i Shkodrës ndërtuara kudo, në Kukës deri në Gjakov, në Malzi, të gjitha ato janë ndërtuar nga Pashalleku i Shkodrës. Dhe kjo trashëgimi sigurisht duhet ruajtur. Ju e dini që një pjesë e ju e dini që unë kam bërë dhe drejtori e DRKK-s. Kalimin nga monumentet e kulturës në DRKK, në bashkim me parkun arkeologjik dhe monumentet e kulturës, kam bërë drejtorin e parë, që kam formuar institucionin e parë që i përmbledh të dyja. Sigurisht nuk e zgjata shumë aty sepse nuk ishin shumë dakord në administrimin, në formën timit të administrimit, sepse normalisht që unë nuk preferoja të hidhja tendera dhe nuk preferoja të gënjeja në letra, as të kaloja me shtylla bie fjala si në koman, për të shkelur trashëgimin, sepse do ndërtonte keshi, do vendoste shtyllat, dhe nuk i pranoja këtë punë. Edhe plus e kërkonin atë vend sepse ja kishin premtuar politikës. Në vërtetë edhe unë kisha shkuar me një lloj politike, me misi, më mirë të themi, por kisha fituar një konkurs i cili sigurisht as kërkush nuk mund të dilte ballë, se isha më i përgatitur unë. Në këtë mes nuk do më donin edhe nuk do më kishin dëshirë që t'isha drejtori i DRKK-s, sepse do veproja në bazë të ligjeve të shtetit dhe në zbatim tyre, dhe kur në bazë të urdhrave të partisë. Dhe fjera, kur thoshte partia po vjen në mbledhje të partisë, i thoja pse ndini gjë antar partisë tuaj që të vinë mbledhje partisë, pastaj pse një drejtori i DRKK-s i monumenteve duhet vinë mbledhje partie, për çfarë arsye? Se këta kështu e kanë zakon, kështu e ka pas zakon edhe partia e Sali Berishës, kështu e ka zakon edhe partia e Edi Ramës. Të threshin drejtorët mbledhje partie. Kjo është. Kjo s'bën vaki kërkun në botë, po bën vaki në Shqipëri, sepse vazhdojnë e imitojnë PPSH-n. Në mënyrë tragjike. Dhe nuk e bëja këtë punë. Kështu që dorëheqja ishte akti më i mirë, që të mos merja pa punë, edhe dikur pastaj duke qenë në Tiranë dhe unë Shkodër, më detyruan që ta lej fare punën. Punova edhe 3-4 vjet tjera me duke ngritur, ashtu siç bëra rregulloret e DRKK-ve, ajo rregullore është edhe çështë kësaj dite, që në 2014, ashtu ngritëm edhe një, po themi, inspektoriat tjetër që ishte e drejtës autore, që kur nuk u zbatua dhe kur nuk funksionon në Shqipërinë tonë, e cila sigurisht është parapolitike në zbatimin e ligjit. I thash gjitha këto për të tregu, jo për të justifikuar vete, por se sa e rëndësishme është trashëgimia kulturore. Dhe sa të pa nevojshëm janë njerëzit si puna ime që janë shumë dhe që nuk i duhet kuj një person i tillë në trashëgimi kulturore sepse ngrinet, sepse sigurisht
kërkon, është exigjent për trashëgiminë kulturore. Edhe këtu vim ke çështja që duhet trajtoj sot. Sigurisht, ku shkon pi kafe aty ke Shqiponja ose vjen për në Shkodër, shikon muret jugore të Kështjellës Shkodrës. Nuk i shikon me vëmendje, po të afrohesh afër me një celular të mirë, me një zoom të mirë, e shikon që ata vuajnë shumë. Dhe për të qenë lojal, e gjithë zona atje ku është e mbuluar nga lokale dhe ajo zonë arkeologjike. Zona që fillon atje ke ura Bunës dhe shkon deri ke Xhamia e Plumbit, e zonë arkeologjike. Zonë ilire, zonë helene, zonë romane. Është e hapur, e deklaruar, të gjithë zonën e kanë mbuluar. E kanë mbuluar sepse e kanë mbuluar në kohën e demokracisë. Sepse kështu i kanë lejuar. Dhe nuk mund të them që është vetëm faji i njerëzve që kanë ndërtuar. Është faji i shtetit që i ka lejuar. Dhe ai nuk ka qenë shtet. Ka qenë shtet vagabond, hor. Dhe nuk duhen akuzuar njerëzit që kanë shkuar atje, duhet akuzuar shteti që i ka lejuar. Por ka dhe lidhje, shteti i tyre ka qenë. Atyre, këtë lloj njerëzve. Praktikisht, ajo është zonë e mbuluar e gjitha me ndërtime. Dhe sigurisht një zonë arkeologjike dhe sigurisht ka pasur ligje për të mos ndërtuar aty. Dhe ka dhe sot e kësaj dite. E vetmja punë e mirë që është bërë deri tani për vite e vite është nxjerrja e xhamisë Plumbit nga uji. Dhe kjo u vërtetua dhe për këtë duhet falenderuar bashkëpunimi i ministrisë sonë, bashkisë dhe turqëve që mundën ta nxjerrin një nga kryeveprat arkitektonike dhe shkodrane. Nuk e kanë ndërtuar turqit. Por ajo xhamia aty është një mrekulli si të them tash, një mrekulli arkitektonike. E super studiume, me materiale fantastike. E kishin ndarë mas dore, gjithmonë në ujë. Sepse sigurisht edhe rrjedhja dhe nivelet e ujrave dhe hidrocentralet kanë ndërtuar atë gjeodezinë e tyre dhe sigurisht ajo mbetet në ujë. Sot, me gjithë ujrat e larta, ajo nuk është më në ujë. Dhe duhet thënë bravo ministrisë, pavarësisht se si është riparuar, restauruar, mund të kemë disa vretje, që rëndësi ka, nuk është më në ujë. Nuk është më në ujë xhamia e Plumbit. Dhe kështu janë munduar që të mbetesh të funi edhe për kishën e Shirqit, këto dy kryevepra që kemi ne. Ka mbetur vetëm një mur atje. Edhe varret e atyre banorëve që vijnë prapë ke kisha. Duke mos e ruajtur si monumentet. Ato varret nuk janë bërë kohë të derit, janë bërë as në diktaturë, se ka qenë monument kulture edhe në atë kohë. Po është bërë tash, e kanë lejuar tani. Për shqyqyr duhet me thënë që i kanë mundu që ta mbrojnë pak që mos tërzohet edhe ai muri vetëm që ka mbetur. Bravo i qoftë që i kanë mbrojtur atë pjesë dhe bravo i qoftë që sigurisht kanë nxjerrë xhaminë e Plumbit nga uji. Mas gjithë këtij diskursi tash duhet të them, duhet ankohen për muret jugore. Sigurisht që muret jugore të Kalas Shkodrës vuajnë edhe një pjesë atyre që janë brenda. Është disa ta herë që të bëj emision, nuk e bëj për të fyer edhe për të ankuar kot. As për të sharë. Jo më i lavdroj gjithë, ato bashkëpunëtorët që kam pasur aty. Unë e di që Elidon Sokoli, që është drejtori tash, është shumë ditur për këtë punë. Edhe jashtëzakonisht edhe djemt që janë aty. Janë një pjesë e tyre që kanë qenë bashkëpunëtorët e mi. Me Petrit Bilali, ata janë të interesuar për projekt të jashtëzakonshëm, i cili pastaj të shohë ata muret të kapen dorë, jo të restaurohen, të mirëmahen edhe njëkohësisht aty ku ka nevojë për konservim, ka nevojë për konservim. Aty ku ka nevojë për restaurim, duhet bërë dhe restaurim. Sepse ato muri janë mbushur me gropa, sepse sigurisht edhe bombardimet e dikurshmet në gjitha kohët, edhe koha ka bërë punën e saj, edhe jugu, edhe akulli dhe të gjithë faktorët klimaterik bëjnë punën e tyre dhe ata mure vuajnë. Dhe ju ndërkohë po i shihni, po të i shihni me fotografi të zmadhuara, i shikoni gropat që janë duke formuar. Duhet pra një projekt i madh. Këtu është fjala për një projekt i madh. Dhe këtu është fjala, siç u bë projekti dhe u bë ndihma e jashtëzakonshme për të nxjerrë xhaminë e Plumbit nga uji, duhet bërë edhe për muret jugore, po në përgjithësi për Kështjellën e Shkodrës. E kanë zbukuruar, e kanë bërë me drita, është një mrekulli, duket jashtëzakonisht bukur. Vizitorët janë shtuar, para nxjerr. Po nuk është çështje a nxjerr para, po nxjerr para. Ato para
duhen shfrytzuar, parat e trashëgimisë nuk duhen shfrytzuar për rrogat i nxjerr shteti. Mbase duhen dhënë disa shpërblime, po ato i ka shteti. Parat e trashëgimisë duhen mbledhur për të vendosur në kalan e Shkodrës. Në kalan e Shkodrës mblidhet një sasi impresionante, aq sa mblidhet, duhen shtuar dhe ca lek, duhen kryer edhe disa subvencione, duhen gjetur dhe donator dhe duhet bërë projekt i madh për konservimin, restaurimin dhe përmirësimin e mureve të kështjellës fantastike të Shkodrës. Edhe mos i thoni më Rozafa, mos na çmendni ma me fjalën Rozafa. Çfarë Rozafe, kush e ka Rozafa? Çfarë Rozafe? Ajo është kështjella e Shkodrës. Ajo është kështjella e Teutës, e Agronit, e Gentit. Nuk është kështjella e Rozafës. Rozafa nuk ka ekzistuar, është një legjendë. Çfarë Rozafe? Rozafën e kanë sjell si trashëgimi serbët në kohën e pushtimit tyre dhe e kanë përforcuar akoma më tepër në 1850-1800 në marrëzinë e shkodranëve për ta besuar. Ju është dukur e bukur kjo punë. Dhe njëkohësisht vjen Rosafi, vjen nga Siria e dikushme për të bërë edhe marrëzinë e jashtëzakonshme. Tash miqtë e mi, kjo ishte thirrja. Mas e lejmë këtë pa projekt të madh. Kështjella e Shkodrës kërkon një projekt të madh, konservimi, restaurimi dhe nxjerrje në dritë të mureve që vuajnë. Dakor?